Po, Agron, do shta me të vetë, çfarë zgjidhje politike e çfarë zgjidhje fetare mundeni ju më ofru? Çështja e parë është në shoqërinë tonë arsimi është godit shumë. Janë bë eksperimente të jashtëzakonshme. Edhe në fund qëndrojmë ne si shtet i ri të fundit në PISA. Do më thonë, 60-70% një tekst thjesht nuk din me kuptu. E lexojnë, po se kuptojnë. Ako ma keq që me prodhuti një gjenerat e cila s'ka dashamirësi për dijen, nuk kupton atë që lexon, humb orientimin, edhe çka bësh ti? Ti bësh pastaj dikush që do të detyrohesh me dal jashtë për me punu punë të cilat nuk i punojnë gjerman, nuk i punojnë anglez, nuk i punojnë francez. Pse? Sepse se ke shkollimin. A te ne, arsimi është përdor vend për punësim, vend për të vjelur vota dhe nuk është marrë me çështjen e fëmijëve. Me eduku, sepse në arsim është duk edukimi, se përpara ka qenë prioritetet e edukimi, jo vetëm arsimimi. Po edukim nuk ka, arsimim nuk ka të mirëfillt. Pse po them nuk ka arsimim të mirëfillt? Nëse ka dëshktu shkolla që me qenë kreative edhe me pas vëmendjen e nxënësve, kudo ka rënje të mësimit. Çdo prind që shkon në mbledhje të prindve, çka kam i thonë kujdestarja? Thot të zgjut janë, të mençur janë, nuk ju mungon asgjë prej veshjeve, prej ushqimit, prej gjitha, po thot janë dembel, nuk kanë interesim. Tash para mendo, me pothuajse shpeshherë me të njëjtat kurrikula që ka mësojnë edhe gjeneratat e reja. A so ka avancu teknologjia e shkencës. Aspekt tjetër çka është i arsimit është se nuk prodhon të diplomum që kanë më ngjit domethënë sektorit të punësimit. Kemi diplomum me bachelare, me master, me doktoratur, edhe çka thot punoj kamarier, punoj tregti, punoj diçka tjetër. Kështu që çështja e arsimit duhet të rregullohet gjithsesi. Këtë e ofroni, domethënë si normal. Dy, aspekti tjetër është aspekti i ruajtjes së familjes, i ruajtjes së shoqërisë. Së pari individi, një individ fort, një individ të shëndosh. Pastaj një familje. Sepse nëse nuk kemi familje, nëse nuk kemi shtim të popullsisë, nëse nuk kemi familje të shëndosh, shoqëria plasaritet, shkatërrohet dhe mund të zhbëhet. Një gjë historikisht, edhe ne në Kosovë, edhe ju në Maqedoni, si rezultat i jetuarit në Serbë ose në Maqedon, çka e ka mbajt gjallë kombin ton, fen ton, gjitha që mos mu asimilune, mos mu zhduk, është familje. Vlerat e familjes. Shumë e vërtetë. Pro, një familje e vëlla ka shku në diaspori, ka majt këto, tjetri këtu, ka majt 3-4 vllazën, e kanë shkollu njonin. A ka qenë ky realitet? Mirë. Po ta s'kam pas mundësi ta shkatroj armiku, s'ka pas mundësi, domethënë ti ke vujt nga varfria, ke pas probleme, ke pas lloj, po familja e bashkuar, kompakt, edhe ke mbjetu. Tash, para mendo, nëse të goditet edhe shkatrohet pika jote më e fortë. Së pari, nuk jemi më familje të mëdha, po tash në banesa do të jetojnë ka 4 burr, gru, një fëmijë, 2, edhe kaq. Plus ashtu kosta e jetës që nuk mund të punoj vetëm një prind, po do të 2, do të mi dërgoj në qerdhe, s'ka kontakt me fëmijën, me edukimin e tij. Pra, kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme që ka ndiku që të ulet nataliteti ose të shohin vetëm emigrimin si zgjidhje. Neve na ka kriju Zoti të jetojmë në këtë tokë, të shërbejmë, të jemi njëri me tjetrin, ta ndihmojmë, se për ndryshe gjerman ka boll, francez ka boll. Ne këtu duhet
ta ndërtojmë jetën tonë. A kemi kapacitet? Kemi kapacitet. A kemi njerëz të mirë? Po. A kemi njerëz të shkolluar? Po. Ajo çka duhet është vetëm për me mbledh edhe ata të cilët janë të mirë, me qenë zëshëm, me u bashku edhe me i ndal këto agenda që është për me shpopullu këto vende, edhe me na shëndru neve popull emigrant, që ua rregullojmë racat tjerëve, sepse nuk duan ata që të përzihet raca atyre ta zojmë me afrikan ose me aziatik, e ne ju përshtatemi shumë, për arsye se ne u mësojmë gjuhën shumë shpejt, nuk dallojmë në pamje me ta, e në anën tjetër, kush ka marrë këtu, do të zaventësohen me popull tjerë e kështu me radhë. Gjë që ka fillu, po, Bangladesh, se.